Megjithse 3 vite më parë, kryeministri Edi Rama njoftoi lëshimin e hapësirë të 2 satelitëve shqiptar, Albania 1 dhe Albania 2, me vlerë kontrate 6 milion euro, institucionet dhe entet publike shqiptare po zhvillojnë tender me vlerë miliona euro për shërbime satelitore. Pas tenderit me vlerë 2.7 milion euro të shpallur më 26 janar 2026 nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli për fotografime ajrore të territorit, tender për shërbime satelitore ka shpallur edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda. Sipas njoftimit në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shkurt, Policia e Shtetit nëpërmjet një procedure të veçantë dhe të klasifikuar sekret kërkon shërbim satelitor për rrjetin Datacom të policisë. Me urdhrin e prokurimit numër 5, datë 20 janar 2026, drejtori i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka parashikuar një kontratë me vlerë 946 milion lek PATVSH e barabartë me rreth 1 milion euro për këtë shërbim satelitor. Tenderi i klasifikuar si shërbim sekret dhe me afat kontrate 3 vjeçar do të zhvillohet me procedurë të mbyllur më 26 mars 2026. Ekziston mundësia që edhe ky tender të jepet kompanisë turke Mesciolu Mühendislik ve Müsavirlik, e cila një muaj më parë fitoi tender 2.7 milion euro nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për fotografime satelitore të territorit të Shqipërisë. Këto miliona euro për shërbime satelitore paguhen nga buxheti i shtetit, ndërkohë që vazhdon të jetë në fuqi kontrata 6 milion euro për satelitët Albania 1 dhe Albania 2, që prej njoftimit të tyre nuk janë bërë publike rezultate konkrete mbi përdorimin e këtyre satelitëve për monitorimin e ndërtimeve pa leje, rrëshqitjeve të tokës, kontrollin e digave dhe urave, paralajmërimin e përmbytjeve dhe tërmeteve, kontrollin e zjarreve apo fenomene të tjerë të sigurisë dhe mjedisit. Mungesa e informacionit mbi funksionimin efektiv të satelitëve Albania 1 dhe Albania 2 ka bërë që institucione të ndryshme, përfshirë ato të sigurisë dhe antikrimit, të vijojnë të kontraktojnë shërbime të reja satelitore me kosto shtesë për buxhetin publik.